E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek Egli Tako. Ditën e djeshme, ashtu siç u emocionova unë, gjatë transmetimit të emisionit Yes Day, një emision që ka pushtuar televizionin Top Channel, i madh dhe i vogël e shikon, sepse koncepti i këtij emisionit është një koncept aq paqësor, aq i dashur, aq pozitiv, aq me energji të mirë, sa që të tregon se sa e bukur është bota kur është e mbështjellur nga energjia e fëmijëve, kur është e mbështjellur nga dashuria e fëmijëve dhe kur është e mbështjellur nga pozitiviteti që të falin fëmijët. Por ajo e veçanta dhe që e bën Eglin shumë të veçantë dhe që e bën të suksesshme janë ato njerëz të cilët pa marrë parasysh se çfarë ndodh në jetën e tyre private, ato nuk heqin kur dorë nga profesioni, nga puna dhe nga betimi që kanë dhënë për publikun, për t'i dhuruar publikut një audiencë, një sukses, një merit që publiku e meriton. Nëna, e cila ishte pjesë e këtij show ditën e djeshme, u fut në studio duke i thënë Eglit që unë dua të të falenderoj. Në prapasken të dëgjoja që po tregoje që shëndeti babit tënd është i përkeqësuar, normal si të gjithë baballarët kur arrin disa vite që kanë një shëndet pak më ndryshe. Dhe ti përsëri je e fortë, përsëri je e buzëqeshur dhe përsëri je këtu pranë nesh. Tani, unë jo më kot e kam mbështetur Eglin, jo më kot e kam komplimentuar Eglin dhe jo më kot kam përzgjedhur që të flas në këndin e zërit të popullit. Ndoshta jam i vetmi gazetar që flas në zërin e popullit. Unë këtë dashurin për skenën, dashurin për artin, dashurin për punën, dashurin për seriozitetin, nga ana e Eglit e kam parë që në Big Brother. Të tjerët mund ta quajnë këtë një interes, por ne në qoftë se nuk kemi një interes në jetë për të arritur qëllimin ton dhe për të realizuar dëshirën edhe për të mbushur zemrën ton me energji, me lumturi që nga ajo punë që ne bëjmë të marrim feedbackun e asaj pune, të marrim fitimin e asaj pune, ne kemi humbur betejën. Ne kemi humbur gjithçka. Dhe pikërisht energjia e Eglit, zemra e madhe e Eglit që nuk ndalon edhe kur familja e saj është në momente të vështira, kjo është arti, kjo është shpirti, kjo është serioziteti një vajze që vërtet lufton dhe dëshiron që të ketë sukses. Ky moment më bëri që ta komplimentoj Eglin publikisht, edhe ta falenderoj për energjinë e bukur, edhe për atë seriozitetin që ka drejt fansave, atyre të cilët e besojnë, e duan, e simpatizojnë edhe i qëndrojnë afër. Unë Egli dua të them faleminderit, dua që të kuptosh që veprimet e tua janë shpirtërore dhe janë të guximshme, sepse skena është kjo. Emocioni i skenës është ky, magjia e skenës është kjo, që ti je e lumtur pa marrë parasysh se çfarë ke në jetë. Është ndër profesionet më të ralla, është ndër profesionet më të veçanta dhe ndër profesionet që ti të fal vërtet atë dashurinë që ti e transmeton nëpërmjet shpirtit tënd te publiku jon. Kjo është Egli, që edhe në momentet më të vështira, ajo di të jetë pranë publikut edhe di të buzëqesh.